Zjarri në masivin pyjor të Ribanit në Mallakastër është reaktivizuar dhe ka dalë sërish jashtë kontrollit. I favorizuar nga era e fortë, ai po përhapet me shpejtësi drejt fshatit, ndërsa po digjen sipërfaqe të mëdha me pisha dhe bimësi. Flakët kanë kaluar edhe në rrugën e Panahorit, duke e bërë edhe më të vështirë ndërhyrjen në terren. Përballë situatës në operacion janë angazhuar forcat zjarrfikse të Mallakastrës, Patosit, Roskovecit dhe Beratit, të mbështetura nga efektivët e ushtrisë dhe 10 banorë të zonës. Pavarësisht ndërhyrjes së pandërprerë, vatra ende nuk është vënë nën kontroll, ndërsa ekipet vijojnë përpjekjet për të ndaluar avancimin e flakëve drejt banesave. Për situatën në terren reaguan edhe deputeti i Mallakastrës Klevis Jahaj dhe kryetari i Bashkisë Mallakastër Qërim Ismailaj, të cilët folën për masat e marra për mbrojtjen e banorëve. Kemi vatra të reja të cilët përhapem, si e shikoni edhe aktualisht këtu, që kemi kaluar pjesën e rrezikut nga fshati i Ribanit dhe kemi mundur të shmangim të gjithë pjesën e banuar, por vazhdon të mbetet e masivi pyjor i Ngraçanit rreziku ende i zjarrit. Aktualisht do të punohet gjatë natës me monitorimin dhe mbajtjen në vëzhgim për mos të pasur problematika të theksuara dhe menjëherë nesër në orën 5:30 të gdhir do të fillojmë operimin. Ndërkohë një tjetër vatër e madhe zjarri ka përfshirë fshatin Pocest në maqellar të Bashkisë Dibër. Flakët kanë rrezikuar disa banesa dhe vila pranë zonës së përfshirë nga zjarri, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë me forca të shumta. Në operacion janë angazhuar shërbimet zjarrfikse, punonjës të Bashkisë Dibër dhe banorë të zonës, të cilët prej më shumë se 2 orësh po punojnë për izolimin e vatrës dhe shmangjen e përhapjes së saj drejt zonave të banuara. Autoritetet bëjnë me dije se situata në terren mbetet dinamike dhe nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa ekipet në terren vijojnë luftën me flakët për të mbrojtur banorët, pronat dhe masivet pyjore.